Vazhdimi i shëtitëdhores lungomare në plazhin e vjetër është një projekt ende në ndërtim, e sipër në zonën e plazhit ka marrë formë ndërtimi trases për betoni se ku do të ndërtohet kjo shëtitore. Për banorët e plazhit të vjetër dhe frekuentuesit e kësaj zone, ky projekt është tepër i nevojshëm në një zonë e cila nuk ka njohur asnjëherë zhvillim. Rehabilitimi i plazhit të vjetër sipas banorëve do të ketë impakt të drejtë edhe në sektorin e turizmit në qytet. Nuk e di. E shikojmë që po punojnë, po. Po sjellni zhvillim në këtë zonë? Po patjetër zhvillimi është si me ngadalë punohet. Si ju duke ritme të ngadalë? Shumë të ngadalë ta. Hajde kaq kohë sikur nuk është në vend që dalë rëse. Ndërkohë, ka kjo zonë nevojë për zhvillim pra për tilla projekte? Patjetër. Po, ç'mund të them, po mirë bëhet, po as në avashë. Po i avashë nuk e di pse kështu, duhet kishte mbaruar tani që shoh për shkakun që do vinë njerëzit. A do të sjellni zhvillim në zonën e plazhit të vjetër? Po patjetër do të sjell. Është një zonë e cila ka nevojë vletëmi për projekte Për rehabilitim. Po patjetër edhe një terezi tjetër për shembull ambientet do pastrohen, se këtu është i gërmash kjo si. Barisht e gjëra kështu. Po tani kështu është, po kush e di si kanë nga fondet që vijnë nga lart. Po shumë ngadalë po shumë. Me ritmet shumë ngadalë. Do të sjellni zhvillim thonë? Po kështu di sa ashtu. Po mirë, që jemi shumë. Plazhi i vjetër është një zonë që ka nevojë për tilla projekte? Po, si s'ka. Ka edhe të shtuken gjithë këto karakatinat e vjetra këtu, është skandal që shkon. Por ka edhe nga ata të cilët këtë projekt e shohin ndryshe. Për këtë pjesë të qytetarëve, ritmet e punës lën për të dëshiruar. Kjo pjesë e qytetarëve të Vlorës mendojnë se qyteti duhet të ketë edhe plazhe të paprekura nga projektet që në përbërjet e tyre kanë vetëm betonin. Po lere jepi gason vjen keq pa asnjë lloj kuptimi se marr vesh kush e shfryzon lungomaren. Këtu, të paktën ne këte, kush e shfryzon lungomaren? Për çfarë arsye? Kot kurioz. Nuk mendon se duhet një shëtitore që të ecë? Për çfarë? Po pse si do të kështu? Ai bën lungomaren, le të bëj çfarë do. Për mendimin tim tani ka mendime të ndryshme, mund marrësh 2 vet aty dhe s'janë në një mendje. Po për mua absolute, ky është lagje shkëlqyer, sistemoj çik në kuptimin që që ato rehabilito ato mbeturinat kallëma ç'a ishte, sistemoj dhe ulam, ju na hajde këtu. Ndërkohë ritmet e punës? Po ritmet e punës, ai ka filluar gati viti 2 ky më duket mua. Avash më nge, ja sa të kalben këto kamionat, ç'a janë këto, janë në rregull pastaj. Do mbaroj ndonjë? Qa do marrë? Absolutisht, po lere, ku do marrë, qa do prisha, se kuptoj, unë nuk e di, unë jam ndërtues vetë, një ndërtimi i vada 171 që ka marruar, 171, vada 74 vjeç, po nuk e di, unë nuk mund të kuptoj. Prish molin e bëri 4 orë, ishin 50-100 kamione anin vlonjatet, prish këtë, prish atë, ik bëj ndërtimet po të shikosh bosh pallate, se njërës nuk ka. Bosh pallate, se kuptoj, me gjithë atë, aje ka reu se ka dhe çekani dhe arnë, thye kur të dojë ai. Projekti Lungomares në plazhin e vjetër është një ndër projektet më të rëndësishme që po zhvillohet në qytet, por ajo çka vlen të theksohet është fakti se duke marrë në konsiderat nisjen e punimeve në janar të vitit 2025, me afat realizimin 12 muaj, ky projekt tashmë duhet të kishte përfunduar, por në terren në fakt është realizuar vetëm 30% e tij.